Ansambli i këngës dhe valleve popullore të qytetit të Përmetit është kthyer në Shqipëri me një sukses të madh pas pjesëmarrjes në Festivalin Botëror të Folklorit, që zhvillua në data 2 deri në 5 prill 2025 në Itali, Francë dhe Monako. Gjatë këtij aktiviteti ndërkombëtar, ansambli përmetar përfaqësoi denjësisht Shqipërinë duke interpretuar këngë, valle dhe muzikë karakteristike të zonës së Jugut, me theks të veçantë në traditën e kabas përmetare dhe sazeve, që e kanë bërë këtë krahin të njohur në të gjithë vendin. Në mesin e shumë grupeve pjesëmarrëse nga vende të ndryshme të botës, juria vlerësoi lart profesionalizmin dhe autenticitetin e ansamblit të Përmetit, duke ia akorduar kupën e festivalit si një ndër grupet më të dalluara për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Artistët përmetar falenderuan organizatorët e festivalit dhe veçanërisht të gjithë ata që kontribuojnë në vazhdimsinë e këtyre traditave, duke përfshirë sazet përmetare, valltarët dhe çdo individ që mbështet aktivitetet kulturore në këtë qytet. Ky vlerësim ndërkombëtar konsiderohet një arritje e rëndësishme për qytetin e Përmetit dhe një konfirmim i rolit të tij të pazëvendësueshëm në ruajtjen e identitetit muzikor dhe folklorik shqiptar.